Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun azza jalla falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lusim Allahun xhalla wa ala t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme dhe të frutshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë edhe sot në këtë ditë të bekuar të këtij muaji të bekuar, duke lutur Allahun e mëdhenuar që dhe këtë ditë na plotëson me xhejr dhe me të mira. Na pranon agjërimin dhe veprat e mira dhe të na mundson që të jemi të falur dhe të pastruar dhe të liruar nga zjarri i xhehenemit. Padyshim se deri më tani kemi përmendur disa aspekte nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që shumica nga këto raste kanë qenë nga periudha e Mekës. Dhe normalisht periudha e Mekës karakterizohet me një natyrë të dhunshme, karakterizohet si periudhë e presionit dhe si periudhë e bojkotit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, duke falëruar Allahun e mëdhenuar, nuk ka qenë tërë jeta e tij kështu, që mos të mendon dikush se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tan kohën është shtypur, është rrahur, është shtyrë, kështu më radhë, s'ka qenë kështu të rjeta ati, por normalisht edhe kjo ka qenë pjesë e jetës së tij. Me shpërnguljen në Medinë, sikur që kemi përmend, fillon tashmë një jetë e re e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillon që të forcohet shteti, të vendosin rregullat, të zbatohet ligji dhe kështu që filluan ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të frymojnë më lirshëm. Normalisht nuk ishte edhe kjo pa sfida dhe pa probleme, kishte edhe luftat kohë paskoshme me Kurejsht e Mekës dhe me fisët arabe të tjera, sikur që ndodhi lufta e Uhudit, pas luftës së Bedrit e luftat të tjera që i zhvilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por sot nuk do të flas për këtë aspekt të jetës së tij që ka të bëjë me rezistencën, që ka të bëjë me mbrojtjen, që ka të bëjë me luftën e kështu me radhë. Por do të përzgjedhin nga jeta e përditshme, si ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Është interesant se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, ishte çdo gjë për ashabët e tij. Ishte edhe babi i tyre, ishte edhe nëna e tyre, ishte edhe shok edhe mik edhe mësuesi i tyre. Çdo gjë që njerëzit kishin nevojë, kërkonin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai udhëzonte ka duhet të shkojnë. Aq kishin besim në te, aq e donin, aq e përcjellnin, aq i besonin, sa që edhe sekretet më intime të jetës së tyre ja besonin atij. Prandaj e pyetin për çdo gjë, qoftë në mashkuj apo femra, i drejtoheshin në çdo situatë, në çdo rrethon, kërkonin nga ai çdo gjë që kishin nevojë. Andaj ishte i afërt me ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dinte që nga njëre ndoshta edhe të shqetësohej nga ngarkesa e madhe që ja shkaktonin, por shpesh herë ishte i disponuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dinte të qeshte me ashabët e tij, dinte të luante me ta, madje kishin edhe disa mejlise ndaja shumë interesante, apo që nuk ta mërmene se kështu ishin ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndodhej që nganjëherë në mejlis apo që të tallen mes vete, por gjithmonë duke ruajtur pastërtinë e zemrave dhe duke ruajtur raportin e mirë mes vete. Nganjëherë kujtonin nga e kaluara e hidhur që kishin pasur dhe tashmë, pasi që ishin udhëzuar, ajo e kaluar ishte shndruar tashmë në një lloj tallje dhe hajgare që luanin shpesh herë me të. Andaj i kujtonin ditët kur ishin në xahiliet, në ignorancë, e paramendonin vetën kur kanë qenë të kaluarën, si kemi jetuar, a është e mundshme se kështu jemi sillur, e qeshnin mes vete. Kështu ishte jeta e tyre ato. Ishte jetë modeste. Në shumicën e rasteve do të thotë ushqiheshin me gjëra të rëndomta. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumica e jetës së tij ishte hurme dhe ujë. Apo por me gjithë modestinë, me gjithë varfrinë, kishin një jetë të lumtur, kishin një jetë të disponimit, kishin raporte të mira mes vete. Kështu jetonin, duheshin mes vete, ndihmoheshin, përkraheshin, falin njëri tjetrin. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahas jetës së tij, aspektit shoqëror, ai kishte edhe aspektin e tij familjar,
që jetonte me familjen e tij. Edhe në këtë rast ishte një shembull ideal për gjithë muslimanët, si duhet ndërtuar familja, si duhet ndërtuar raportet bashkëtorë, si jeton ai brenda mureve të shtëpisë së tij. Gjitha këto janë pjesë përbërëse të jetës së tij, e që ne normalisht nuk kemi mundësi asnjëherë brenda një muaji si Ramazan me këto ligjërata të shkurtra dhe normalisht të shkputura me zveti, të gjitha këto t'i përthekojmë. Por unë po i përmeni që t'ju stimuloj juve, t'ju motivoj juve që edhe këto aspekte të jetës së tij të bekuar, t'i shikoni, t'i lexoni, të kuptoni se ky është njeri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i madh. Andaj nuk pritante që edhe me fëmijët në rrugë të lëste nga një herë. Madje edhe atyre o bënte dertin, krahas burrave dhe grave. Një herë ndodhi që një fëmijët i kishte ngordhur një shpend, një zog që kishte luajtur me të. Edhe këtë ngushllante, e pyeste çfarë ndodhi, e pse ngordhi, shiko krahas shumë punëve dhe ngarkesa që kishte, i dilte kohë që edhe me fëmijët që nuk ishin të tij, të luante me ta, t'i ngushllante, t'i afronte, t'u dëshmonte një lloj dashurie dhe afërsie që kishte me të gjithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë dua nga gjithë kjo shumë është një trashëgimi shumë e pasur dhe e bujshme. E kësaj jete dua që të shkpos një rast. Ta marrësh një rast është sikurse do të thotë ta futësh një gjilpër në deti dhe ta nxjerrësh një pikë ujë nga deti. Nga raste shumëta që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ky rast është nga raste shumëta të nderuar që dëshmon një lloj afërsie dhe dashurie dhe një lloj jete me vërtet modeste por të lumtur që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Normalisht jo të gjitha sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam patën rastin që të shpërngulen në njëjtën kohë. Shpërnguleshin kohë pas kohe. I fundin nga ata që ishin në Mekë u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga ata që kishin mundësi të shpërnguleshin. Por mbetën disa njerëz që nuk patën mundësi menje të shpërngulen, për arsye të caktuara të sigurisë familjare, personale e kështu me radhë. Por ata shpërnguleshin kohë pas kohe, apo në periudha të caktuara kohore shkonin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër e kishin më të dashur qëndrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mësuarit para tij, shikuarit në fytyrën e tij të ndritur dhe të bekuar. Këtë e kishin më të dashur se çdo gjë në jetën e tyre. Andaj shumë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam emigruan, u shpërngulën në Medinë duke braktisur tërë pasurinë e tyre në Mekë, nga se nuk patën mundësi me e marrë me vete, për shkak se kurajshtë e Mekës kishin vendosur me të vërtet një kontroll dhe vëzhgim të madh që nuk mund t'i shpëton të askush. Një nga ata që u shpërngul së bashku me dy shokë është Miqdad ibn al-Aswad, radhiyallahu anhu. Miqdadi ishte nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U shpërngul në Medinë dhe nuk pat mundësi të merr nga pasuria asgjë. Shkoi sikur thot popullin me dur në xhepa. Asgjë nuk kishte me vete. Dhe padyshim se kjo është një problem. Veçanërisht Medina ishte e ngarkuar me muhaxhir nga Medine, nga Mekë, dhe ishte bërë një ngarkesë për banorët e Medinës. Nuk mund ta përballonin dot. Andaj për shumë nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vendbanimi i vetëm ishte xhamia. Nga se xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ishte vetëm për mu fal. Aty njerëz mësonin Kur'an, të tjerë pendoheshin, disa edhe kishin shtëpi tjera, apo e kishin shndruar në shtëpi xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çfarë bënin për ushqimin? Miqdad ibn al-Aswad kërkon nga disa prej ashabëve të pejgamberit ta ushqejnë, por ju gjithmonë kishin mundësi t'i ofrojnë dreka dhe darka. Dhe u lodhën se kërkuari, thanë po shkojmë po kërkojmë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata fillimisht nuk dënin me ngarku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nuk gjetën rrugdalje, tentuan vetë nuk ja dalën. Shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata e kishin çushtash në fillim edhe për bukë, edhe për ujë, edhe për gjumë, edhe për lodhje, për smuje. Për gjithçka e kishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për gjithçka. Ata nuk kanë faj ashab që shumë janë mërzit kur u dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka se kanë hubni për krahje, një mur që mbështeteshin te një prind, një çka du thuaj që e kishin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
Shkoi Mikdadi tha, o dërguari i Allahut, wallahi syt kanë nis me mlshu s'po shoh pi uni apo. Edhe vesh më kanë mlshu pi uni. Atë që jam i uritur, as nuk po ni, as nuk po shoh. Zbashku me dëshokët e tij atë. Shikoni ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai në Mekë ishte i pasur, ai në Mekë kishte me hongër. Por jam me hongër mirë, në Mekë jam me pa pejgamberin me Medinë, njonën. I lanë të gjitha për të qëndruar për të mësuar fen para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shiko subhanallah, deri në cilën shkallë i kishte kapluar uria, thot Miqdad ibn al-Aswad, veshi nuk punonte më, asyri nuk punonte më nga uria e madhe. Shkuam tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk i refuzoi atë. Asaj nuk është diçka të madhe, por i mori me vete. Në atë kohë kur Mikdadi kërkon të ushqim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kishin qelluar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 copa dhi. Ja kishte do të lënë dikush, edhe që nuk i zgjasnin shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po ja kishte qelluar në atë kohë dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do i mjelim këto dhi çdo natë, apo edhe ndajmë qumshtin së bashku. Pina qumsht edhe ngopemi atë. Me qumsht. Me qumsht të dhis. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rrinte deri vonë me shokët e tij. Kthehej vonë te shtëpia. Për shkak se kishte angazhime të shumta, mësoje atë, udhzoje këtë, ndihmoje këtij, kishte punë të shtetit, kthehej vonë te shtëpia. Mikdadi e milte 30, apo i mbushte gotat me qumsht, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i alinte qumshtin afër xhamisë. Dorso këta 3 pinin qumsht, binin me flajt atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthei vonë natën dhe thot Mikdadi ibte selam sa me një zë apo që nuk zgjohet i fjeturi e nuk mbetet pa ndëgjuar i zgjuari. Ç'është jep të selam? Qet, nëse dikush është i zgjuar, i kthen të selam. Nëse janë fjetur, nuk ja prishte gjumin askujt me selamin e tij. Kështu ishte i kujdesshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vinte i lodhur nga puna, nga angazhimet dhe gjëja e parë që e bënte para se të futej në shtëpi, thot Mikdadi shkonte në xhami, nga se kishte xhamin e ngjitur për shtëpinë e tij. I falte 2 recate, e merrte qumshtin bismillah, pinte qumshtin, pastaj shkonte në shtëpinë e tij atë. Thot Mikdadi vazhduan këto disa ditë, derisa një ditë do thotë ndodhi e njëjta. I përgatitëm qumshtin, 2 shokët e mi e pinën qumshtin, edhe unë e pina, por adnat isha diçka i uritur jashtë mase. Nuk më duhet një gotë qumsht. Edhe ata 2 shokët e mi i nxoni gjumi. Mu vazhdim më shkak e mene më japi qumshtin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tash jam më të zban më japi tomin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo është unë. Po më vike shejtani dhe ke hajt sa i shet keq pa hongër, ka hongër dikon. Apo edhe do isha më ngrit ulesha. Jo, çish me pihis në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot derisa ma mujti kojta, apo ma mujti epshi, edhe mora e pina qumshtin. Pas sa e pina qumshtin, i rash pishmoni. Edhe shejtani i tha, "Qysh e ke pi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam qumshtin, e ke lënë Muhamedit pa qumsht?" Kështu e ka shejtani. Njerë ta josh të keqen, apo derisa të bjen të. Kur bjen të, tani të bën pishman. E pse e bone, e tash kime pa, tash kime he keq, çështu është puna e tij. Tha edhe, e kum pas një qebe që kur i mbuloja kokën, më zbuloheshin këmbët. Sa qebet tamam s'ka pas. Edhe kur i mbuloja këmbët, më zbulohej koka. Se ka dhënë më përcjell me këtë qebën, mos më pa pejgamberin kur vjen atë. Ka flajt kë. Tha dhe mbulova kokën, por shikoja nga një vrime mbulesës. Erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni këtë njerëz të madh, vëllezër ndërruar. Këtë burr të madh. Erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga puna e tij e zakonshme, nga lodhja, nga angazhimi me njerëz, puna me njerëz ose lodhshme, ka lloj-lloj njeri, lloj-lloj mendimi, lloj-lloj adeti, të gjithë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bën të zgjidhja atë. Dhe asnjë nuk bezdisej. Sikur na bezdisemi, na lodhe, aty opeta që 100 herë ti po lyp, ja kështu kur nuk bezdis pejgamberi. I kishte mundësi më ndihmu mirë, nuk kishte mundësi më ndihmu skuqe nga keqardhja, pse s'ka mundësi më ndihmu, por s'kishte mundësi më ndihmu atë. Dhe pejgamberi sa i fal 2 recate dhe zakonisht shkoi te gota kur e pas brast. Atëherë i çoi duhet ka qielli atë.
Kër I ka qu durt, ka qelli, Mikdadi tha, marova. Ta është bën dua, Allah e vrapë, kush ma ka pitomnin, edhe unë shkaj. Se në qofë se pejgamberi më bën dua kundër meje, unë e maraj. Normalisht, duaja e pejgamberit kundër dikujt është shkatrim. Por a bën dua pejgamberit kundër dikujt për një gotë bardhë, për një gotë qumshta, jo, Allah është më I madh dhe ndëruar apo. Ai nuk hakmirej kur për vetën e tij apo. Kur I ngriti durë dhe tha, Allahumme at'im man at'amani wasqi man saqani. Tha Allah jam. Ati që më jep me hongër, jepi ti me hongër. E ati që më jep me pi, jepi ti me pi. Kur e ndëgjej këtë dua Mikdadi, apo tha e unë këmë donë me hongër vallazër. Sa I kujteke që duaja këmë kundër ti, po tash I duhet një shansë me fitu për një duaja të madhe. Edhe vendosi me e therë njënën për dhive apëtën. Ja kom pi tomnin, pja këthej tash me mish. Dhe të hanë mish pejgamberi s.a.s. Kur ka shku të gdhit njërën nga ato më të majmet me e therë, e ka gjitë e tyre ishin fry, do të tëtë me qumsht. Dhe kjo ishte absurde, se vetë sa I ka mjel. Apo? Por I kështë mbushur Allahu Gjallë Gjellali u aftë. Ishin mbushur me qumsht. Kër I pa me qumsht mbusha Mikdadi I tha, nuk ja vlen me I therë. Atëherë e mund një tazë të madhë të familjes e pejgamberi s.a.s. Edhe e mbushi, thot Mikdadi e mbusha me qumsht deri sa shkuma filloi me dalë jashta enes atë. Thot ja qova pejgamberi s.a.s. me pi, e më tha, e kjo? Tha, peja Rasulullah. S'pa I tregon njëre, pini pejgamberi s.a.s. Tha, më dha mu, tha peti. Ja, tha peti ja Rasulullah, pe. Tha shkjo pa tregon bujar. S'po piju në veç ti pe. Tha pe ja Rasulullah. Dhe sa pini pejgamberi s.a.s. Në ngop, normalisht, nuk pat mundësi mo, tha peti. Tha pini adhon pe I saj, dhe kur pina, ordzova në tokë nga të qeshurit, apën. Ora në tokë të kesh. Kër e ka pa për orësën të kesh, ka thonë se Mikdadi se ka pa sef të kësi hile që ka bëftën. Ka qeni njërë me pejgamberi sëmë me kësi laj veprimesh. Edhe I ka thonë, ihda se u ati këja Mikdad, a e radhës qenë ka tjetëra o Mikdada, a peta, ke bëti qka? Atëre, I ka të regu Mikdadi se qëfar ka ndodhë, dhe I ka thonë se, oj dërguar e Allahot, kër I ke që durët, ka më ndohë se, po, kër e ndëgjoha doanë, e fitova të mirën, apo se pejgamberi tha, o Zot, kush më jep, mu jep ti atij, e që ky I dha pejgamberit qumsht me pi, e fitoi të dyat, edhe duan, edhe gotën tepër që e ka pi atij atë. Pejgamberi sa më tha, tek shumë ditë, I kishun qenë ata dy me pi. Ata dy të ngrohtë metën, ata veç me I ka bardakën met. I ka dhënë pejgamberi sa. Mikdadi ka thonë, mas I pinë teja Rasulullah dhe ngope, edhe në mas teje se kom gale mu kush pini mas neve atë. Qështu kanë qenë të afër me pejgamberin s.a.s. Apo shikoni çfarë afërsie. Shikoni çfarë sjellje. Nështë kjo duket e thjesht, apo mirë po cili njeri I madh, qof burrshtetas, qof çka do qoftë, apo kësi afërsie ka me njerëz që sillet, ka që është I afërt, ka që është lehtë me arrit tek ai, pa mbrojtje, pa sken, vjen natën, flet me te, pa protokoll, pa asgjë, I thjesht. Kush? Njeri më I dashur I Allahut. Njëri më I madh në histori që ka shkel fytyrën e tokës. Andaj në rrugë unë dua që në pak minutave të nxjerrim do dobi pikë këtij rasti praktikisht çka mësojmë në kësaj javë. E para të ndërrollazër është se kvaliteti I jetës nuk varet nga ushqimi dhe pija, por kvaliteti I jetës varet apo në bazë të raporteve që kemi mes vete. Në qoftë se ka dashuri mes njerëzve, ka respekt, në qoftë se ka përkrahje, vallahi edhe ndoshta niveli më I ulët I jetesës e bën jetën e lumtur. Por në qoftë se jeta e njerëzve është plot zili, apo plot urrëtie, plot lakmi, vallahi me I pas bollokun e dunjas me pas, s'knaqen njerëz ato. Nga se kënaqësia nuk është në ushqim, kënaqësia nuk është në veshmbathje, kënaqësia nuk është në pije, kënaqësia është në respekt, kënaqësia është në raport, kënaqësia është në ndihmë, kënaqësia është në fjalë të mirë. Këtu është kënaqësia. Andaj kënaqësia familjare nuk qëndron në bazë të gjendjes ekonomike.
Aja është një aspekt, nuk do të mohuar, por nuk është vendimtare. Nuk është gjendje ekonomike ajo që e dikton respektin dhe dashurinë e ndërsjellë familjare. Jo vallahi. Diçka ke tjetër atë. Diçka ke tjetër është ajo. Këtë e kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për një mes kam pas me hongër shumë, s'kam pas shumë me pije, se jeta ishte e tillë, por kam pas lumturi, kam pas rahati, kam pas qetësi dhe kam pas prehje dhe kam pas me të vërtet kënaqësi të jetuarit që ndoshta shumë nga njerëz sot të pasuruar do ta dëshironin një çast nga një jetë, por nuk e kanë atë. E dyta që dua ta përmendim në këtë rast është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërlozur nuk ishte nga ata që shumë do të thotë ndoshta e nënçmon të ushqimin dhe pijen. Sikur sa ka njerëz apo. Çka kjo bukë kështu, çka kjo kështu të nënçmojnë bukën, nënçmojnë ujin, nënçmojnë apo për buzën. Cila ishte sjellja e pejgamberit përballë ushqimit? Thonë ashabët e tij, në qoftë se i pëlqen të ushqimi e hante. Në qoftë nuk i pëlqen të, thonë të Allahu e shpërblet. Nuk po më jem, në të kuptim, jepte me kuptu se është i ngopur, s'ka mundësi e kështu më radhë. Por asnjëherë kur nuk ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më nënçmoi ushqimin. Apo çka kjo bukë kështu, çka kjo gjithë ditë për ditë si bukë po hajm ditë për ditë këtë, vazhdimisht kjo nuk e nënçmon të bukën. Ka s'është begati Allahu azza xal. Prandaj Allah ja bekon të një pikuj e ushqente pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Një kafshat bukë e ushqente, një hurmë e ushqente. Ne duhet të mësojmë të respektojmë bukën dhe ujin dhe begatin që Allah e ka begatuar me të. Tjetra është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e përmenda, nuk hakmire për vetën e tij atë. Sot shika për një gotë qumsht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e mallkoi atë i cili ja kishte bërë këtë lloj hile atë. Madje edhe shumë më tepër provokua, po nuk mallkoi. Po nuk e luti Allahun kundër askujt. Në shumicën e rasteve, me përjashtime shumë të vogla, por kjo kishte të bënte me diçka shumë serioze. Por ndryshe, për jetë përditshme, kur preke ai personalisht, asnjëherë nuk ngacmoi. Ndërsa e kur revoltoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur preke feja Allahut azza xal. Këto revoltoi apo. Prandaj ne duhet që të kuptojmë nga kjo se feja Allahut kur preket, feja Allahut kur përbuzet, feja Allahut kur shkelet, feja Allahut kur nuk është në rregull praktikimi i saj, sjellja e njerëzve përballë saj, kjo duhet na shqetëson, kjo duhet na prek. Nëse njerëzit fatkeqësisht sot më tepër shqetësohen, ndoshta edhe në familjet e tyre, më tepër brengoset dikush, shqetësohet, mërzitet për një shërbim, ndoshta që s'ja ka ofruar familja atij si duhet, ndërsa nuk e ka shqetësimin as për gjysmë që e ka në këtë rast, në qoftë ata nuk e falin namazin atë. Apo më shumë bërtet në shtëpinë e tij, në qoftë se pantullat janë të parakurosura, se që bërtet në qoftë se një muj ditë dikush shpiti se ka falin namazin atë. Ka nuk ka rregull. Nuk ka rregull kjo. Pejgamberi nuk shikon te kjo rregull. Normalisht duhet respekt, duhet ndetë shtëpia, po mbi gjithashtu urdhni Allahut më shkon vën atë. Andaj nuk duhet që të insistojmë gjithçysh urdhni më shkon vën, ka rëndësishme. Kam në kuptu se këtu ka rënd. E pse shkelet urdhni Allahu xhallahu ala për buzët fjalë Allahut bëhen harame, kjo s'ka gale atë. Jo, primare në familjet tona, në shoqëritë tonë duhet të jetë kush? Urdhni Allahut azza xal. Apo zbatohet, apo kënaqet Allahu, apo bën shkelje familje. Ka më rëndësi. Tjerat pastaj janë të dorës së dytë. Nga se Allahu për neve është më primar se vetja jonë atë. Ndoshta dikush me shokun e tij, dikush ndoshta me fëmijën e tij, ndoshta dikush me punëtorin e tij, ndoshta dikush me kolegun e tij, më tepër revoltohet kur bëhet fjalë për ndonjë çështje individuale se kur bëhet fjalë për fenë Allahu xhallahu ala. Fe Allahu me komparacion për neve. Ka se kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që duhet të përmend të ndërlozë është se shikon Mikdadi radiallahu ta'ala anhu ato. Thot, po sa e bëra në dëmeni shejtan. Shejtani më bëri që t'i bie pishmune. Dhe kjo është metoda e shejtanit.
E jo është njeri, thos kjo është mirë, kimja poharin, knaqesh, hajtë se mas e ndalë të keq, pendosh, t'jo është më ranë keq. Kur bjen keq? Pas të thot, por ty s'ka pendim. Ban ti më katët e një ka pendim, apo vjen tani të kallëzon ders, s'ka pendim ti, apo këtë me lutje me Allahun, dela tash ma i devot shumë e ma xheloz për Allahun se kush është çfarë muslimani apo. Kjo është metoda e tij apo. Pra nuk duhet ne që ta humbim kur shpresën tek Allahu xhela xhelaluhu apo. Nuk duhet që t'ja mundsojmë shejtanit na mashtron, nuk duhet që t'i jepim pas kurthave të tij dhe joshive të tij. Por nëse ndodh me gabu, nuk duhet më ja mbyll vetes dyrë të pendimit, po t'i mbajmë të hapura, nga se ai që na ka ftuar të pendojmë tek ai mban të hapura. Sot po të rasin një telefonat nga jashtë, një djalë i ri ishte penduar më herët, por prap i ishte kthyer mëkateve. Dhe e kishin lodhur mëkate dhe më thiri prap, nga se e brente nga brenda dëshira për tauba. Apo subhanallah, prej mëti nuk kam dëgjuar ndoshta çajtje më të sinqert, kështu shpresoj spaku une. Sa atë që ndëgjova nga ai djalë. Tha s'ka më pendim për mua. Shumë kumbot këqija hoxha. Nuk ma fal Allah i mo, po vjen marrë mi thon më fal më ata. Tha subhanallah, ton këto lotës për falma, bëj çto lot që ki, veç tu i falma të falte ki inshallah ata. Mos jam shël vetë dy të taubas. Shejt, ma e keq është më jam shël vetë dy të pendimit se e keq që ke bo. Ma e keq është humbja e shpresës në falje se vetë mëkati i bër. Prandaj kjo është normal. Nuk ka njëri që e bën një të keqe e që nuk i bjen pishmune masoj. Gjithmonë. Mirë pa e tani ka marrë fund. Por të pendohemi tek Allahu te barekutaala. Mos t'ja mundsojmë shejtanit që t'na bën të keqin e radhës më të madhe se e keqja e parë. Pendohu tek Zoti xhallahu ala. Nuk duhet të pendimin me boj loj. Po bëj keq, a të pendonone. Nga se ka mundësi Allahu xhallahu ala s'ta mundson u pendon, nëse lun. Po nëse njeriu sinqerisht pendohet, por prap mas një kohë dështon me mojt pendimin. Po tham ndodh, nuk duhet më ndodh, po çe i ndodh dikujt. Nuk duhet më thon, unë e zi që po pendona për kësaj pune, veç horë bona. Ma mirë po rri që çdo det në shtat përmirësona. Ja, mas çdo mëkati bëj tauba. Mas çdo mëkati bëj tauba. Sa bëj tauba. Pendohu tek Allahu xhallahu ala. Me kushte njëra të pendimit, me keqardhje, me braktisje të mëkatit, me vendosmëri se nuk kthehesh më tek kurrë kështu më radhë. Por mos i lë shejtanit me të fut mëkat më të madh se vetë mëkati që ka rënë teatër. Tjetër që më përmanë për fond të nërëlezër është se me këtë rast ne kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dinte shumë mirë në çfarë raste të çeshte, në çfarë raste të tregojë serioz ato. Mikdadi këtu për një bardak tomël, për një diçka e tolerueshme është ato. Apo e tolerueshme është. Mirë po ka raste caktuara kur për shembull e thash fillim kur bëhet fjalë për fenë Allahut, por edhe gjithashtu kur bëhet fjalë për padrejtësi ndaj dokujt, nuk ishte kështu i buzëqeshur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çetu ato një rast. Erdhi njëri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha o i dërguari i Allahut, e kam një fëqi, një kojshi, ama shumë zullum të mbaptë. Shumë të mbozullim. Sumlen rahat as me flajt, as sumlen rahat me nejt, as sumlen rahat, sa sumlen rahat. Edhe më përzihet në punët e mia, edhe mundot me më uzurpu isën tëmë, edhe shumë zullum bën. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk tha, po a dhe na të kuptim, bo sabër, ja, se këto është tash punë serioze. Padrejsi, pse me të bëj padrejsi? Kur ti bjen pishmonin, ndihet keq, falja. Por nëse vazhdo me bëu keq, atë këtu s'ka kuptim falja, se ti ja fal, pa e thos çam vi më falë jo, unë graj me ta më përsëri. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, merri rob të shtëpisë, këç çka ki, gru fëmijë. Merri sanet të shtëpisë, ata s'kan pas shumë, me dy nelon i kanë kapë sanet të shtëpisë. Thotë atë dil në rrugë. E përpara tek arabët njëri më në rrugë kon marrë, se kanë lënë. Edhe ujë me kon, as në shtëpisë, njëri në rrugë s'rën. Kur e kanë pa një njëri në rrugë tunajt me familje, diçka e madhe pas ka ndodhur. Kështu të kanë pas adet. Kur kanë edhe thot pejgamberi dil në rrugë,
Edhe kur të pyesin njerëzit, e pse në rrugë, thuaj më ka qitë në rrugë, më ka dëbu në rrugë, zullumi i këshis tema, më dal një rrugë, edhe kush e vetë, pse je në rrugë, pse je në shtëpi, zullumi i këshis, të buen njerëz, Allahi ja kthefte, Allahi ty ta kompenzofte, kur ka një këshia so mileti, u qu pëndu të ka Allahu xhallahu ka më bëma halal, nuk nguci më kur, në këtë rast, s'ka të keshme, në këtë rast nuk ka lmim, apo, nga se zullumqare du të me ka përdore me enal për zullumi, mos më nëme për zullum, në mënyrat të ndryshme që janë të mundshme, qoftë në këtë mënyrë sikur se ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ishte shumë i matër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte shumë i urtë, dinte kur të qeshte, dinte kur të jetë serioz, dinte kur të fliste, dinte kur të heshte, dinte gjithmonë çfarë duhet bërë. Andaj, nëse ndjekum pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të pajisemi me maturi, do të pajisemi me urtësi. Nganjëherë na mendojmë se një veprim është i matur, edhe pse mund të jetë në kundërtën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka maturi jashtë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka urtësi jashtë jetës tij. Urtësia, maturia, pjekuria, të gjitha janë në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush don maturi, kush don pjekuri, kush don urtësi, kush don me aqëllu gjithmonë, le ta ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një aspekt praktik i jetës së tij, si jetonte me ashabët e tij sikur që ceka nga qindra dhe mira raste të tjera të jetës shoqërore dhe familjare të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ishte një afërsi dhe dashuri dhe respekt i ndërsjellë me ashabët e tij. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahu bëft që të jemi me të vërtetë të lidhur me vetë, të kemi respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit, të kemi mirë kuptim ndaj njëri tjetrit, të kemi gjithashtu guxim dhe energji të mjaftueshme për t'ia falë njëri tjetrit, për ta mësuar njëri tjetrin, gjithmonë duke ju referuar mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpëlbej deri në takimin e ardhshëm, me kaq po japun fund për sot.